puna jonë, si që tha dhe më herët, varet shumë për informatave dhe gjithë shka fillon nga informata. E kemi thënë edhe më herët që me kalimin e viteve informatat shkojnë të USB, memoria njerëzve shkojnë të u vyshk dhe gjithë një është edhe me vështirë me ardhe i të këto informatat cilat janë aq kyqe për me pas rezultatën këtë punën që e kemi ne. Për fat mirë e theksoj edhe prokurori, tani më janë rritur kapacitetet e policisë, përkatësisë drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës dhe sektorit për persona zhdukën, të cilët tani janë pothuajse çdo ditë në terren të grumbullojnë informata nga njerëzit të cilët mund të kenë informata për vendodhjen dhe fatin aty që janë ende të zhdukur, ndërsa për neve në Institutin për Mjekësi Ligjore është me rëndësi që sepse puna jonë bazohet, shkon paralelisht, zhvillohet në dy rrafshe, në terren, ku jemi në kërkim përmes vlerësimit, gërmimeve dhe zhvarrimeve eventuale, por edhe në sallën e autopsisë apo në laboratorin e antropologjisë, ku edhe bëhet ekzaminimi i mbetjeve mortore. Sa i përket mjeteve teknike i keni krejta? Mjetet teknike i kemi, edhe kapacitetet profesionale i kemi, me mbështetjen duhet të them edhe të ekipit mjekoligjor të EULEX-it, i cili është pjesë e IML-s, dhe jemi të mbuluar shumë mirë në këtë aspekt. Ajo që ka du me thonë është që familjet, çfarë do informate që kanë, çfarë do informate që edhe mund t'ju duket e parëndësishme, është me rëndësi që ose të afrohen të ne, po para gjithashtu te policia e Kosovës dhe ta ndajnë atë informat.